Mirë se erdhët të dashur peshqi, do bëjmë me leximin e radhës, por siç u përgjigja gjithëve për këtë babagjyshin këtu pse kaq herët, ja po ju them dhe juve disa fjalë. Është thjesht më pëlqejnë festat e fundvitit, më pëlqen atmosfera, energjia e atyre zbukurimeve dhe kjo është e vetmi arsye e bëra më herët, nuk e prisja dot. Kaq. Dhe unë si shumë nga ju nuk kam durim të madh për ca gjëra dhe më bën të ndihem mirë dhe kjo është e vetmi arsye. Leximi juaj të dashur peshqi tregon për qartë, do thosha, për një zhvillim, mësim dhe një kthes që lidhet me fatin e juaj personal. Apo që përvojën e juaj e kthen në një veprim konkret. Këtë javë të dashur, knowledge apo atë çfarë kemi mësuar, sjell qartësi dhe përgjegjësi personale. Tregon që ke mësuar shumë kohën e fundit. Tani është momenti të përdorësh apo të përdorni të dashur peshqi atë që di, jo të kërkosh më këshilla të reja. Ke përvojë të mjaftueshme për të marrë një vendim vet. 3 të zjarit të dashur peshqi tregon përparim, absolutisht përparim. Diçka që ke filluar më parë po ecën edhe pse ngadalë. Mos e ndal punën, edhe një hap në ditë është progres, jo regres. Nëse pret përgjigje ose rezultate mund të vinë drejt fundjavës, për të gjithë ata që po presin përgjigje, rezultate të diçkaje apo diçka që do ju bëj vërtet nga të kapërceni në veprime konkrete. Scribe, që quhet kjo letra tjetër, flet për organizim dhe përgjegjësi. Mund të kesh shumë ide në kokën e juaj, por duhet t'i vendosësh në rënd. Shkruaj, planifiko, mos e lër mendjen të fluturoj. Kjo është një javë për strukturë dhe jo ëndra pa drejtim të dashur peshqi. Dhe Destiny, që do të thotë fati juaj, është një shenjë goxha e fortë. Diçka po të çon drejt qëllimit tënd të dashur peshqi, qëllimit tënd të vërtet. Mos e shtym atë që ndjen se duhet bërë. Nëse ndjek drejtimin e duhur, edhe pengesat do të hapin rrugë, sado që mund të jenë përpara. Pra, të dashur peshqi, filloni me veprim të vogël, por të qëndrueshëm. Mos kërko më leje apo siguri nga të tjerët, apo një kohë ideale për të filluar atë ta bësh, nga që nuk ke nevojë asgjë, je në rrugën e duhur. Fati nuk pritet, ndërtohet nga zgjedhjet që bën çdo ditë.